Me perëndimin e diellit mbrëmjen e kaluar, ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit, muaji i agjerimit, përkushtimit dhe mëshirës. Dita e parë e agjerimit është sot më 19 shkurt, ndërsa namazi i parë i teravis u fal mbrëm me 18 shkurt. Sipas kalendarit islam, Ramazani është muaji i 9 dhe konsiderohet një nga periudhat më të rëndësishme për besimtarët musliman. Agjerimi është një nga 5 shtyllat e islamit dhe paraqet obligim për çdo burr dhe grua muslimane të rritur, duke filluar nga agimi deri në perëndim të diellit. Në këtë muaj filloi edhe shpallja e Kuranit në natën e Kadrit, nata më e bekuar e vitit. Muaji i Ramazanit do të përmbyllet me festën e Fitr Bajramit, e cila si vjet bie të premtën më 20 mars. Muaji zgjat 29 ose 30 ditë, bazuar në vëzhgimet pamore të hënës së re dhe sipas llogarive të shumta të hartuara në hadithe. Fjala Ramazan vjen nga arabishtja Ramadan, që do të thotë vap ose thatësirë.